Përshëndetje, jemi në fshatin Moshtesht, komuna Suarekës, jemi te familja e Florim Halitjahës. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësin e shtëpisë tre. Florim, urdhno. Tashmë vesh jemi në ambientet e brendshme shtëpisë Pacit Florim. Vizitën e parë ka qenë kështu. Historia që do ta shihni në vazhdim është shumë prekse. Atë po e nisi me pyetjen: çfarë mund ta bëjë një veteran lufte të mos e mbaj veten nga emocionet dhe të qajë në çastin e parë? Shpesh individët që kanë sakrifikuar për shoqërinë ndihen të pavlerësuar. Një akt i tillë mund të prek dinjitetin e tyre dhe të rikthej besimin se përpjekjet dhe sakrificat e tyre nuk janë haruar. Edhe një falënderim të madhe kam nga ju, vetëm që janë konak. Asë një gjomë ma tepër së më duhet. Pse me emocione? Emocione që 22 jetë mi ka. Shaku me ekun me që ato, veç Zotë i di. Pse? Ka pas munges të rritjes, kejtë shatim ka një mu. Qështu, komet që, veteran po, qëtër sanë, s'po di shka mi a thonë burra. Veteran i luftës? Po. Tjera, Emri mbi emri? Florim Rasim Halitjahë. Sa antarë? 7 antarë, djalim ka shkuar, s'ka pas ku me fjetë. Jem fshatin Moshtesht. Po du me dëgju pak një rrëfim rreth jetës tonë. Jeta jeme peshohesh edhe vetë. Unë njëherë kum punu në komune, mas luftës po këta. Mas gabosha 2013 të 2017. Tani kam qenë i smut prej tuberkulozës. Edhe gradualisht më largu me punës. Shoqen që ashtu e kam, pe unë naza për krejtëve. Jeta jeme që shpeshohesh edhe vetë. Ma te për zdi që ka thonë. Kjo është veç një knaqësi e madhe për mu, që më kam arë shpej. Asë një sajnë nuk du ma tepër. Veç hatri që asajna, se zemrë për maka. A flehet motra me vazhim. Unë se di. Veç Zoti ju ka pru juve. Që shjetë? Jetoj që e përshohesh me një Kanë gjithë duhe? veterantë, veç ajo ushtërisë shlirimtare. Ato që me atë mundësien tem nësa ku mujt me kontribu, si krejtë shumë. Kështu që, qashtu. Na e ditë punon, e thirin djallin, na e ditë punon, e ditë punon, 3 ditë punon, 1 muj ditë punon, qashtu. Jeta jam o që si sot. Këtu je veç me gru edhe me qik? Me qikë edhe me 2 djemi. Me 2 djemë? Po. Qështu. Me shka mirë me ta? Qështu, kush ta thirë dikush me punu një shka. Farë moshë kanë? 17 vjetë? I dyti edhe që këj vogli 17 vjetë. Emri jetë? Emri jam Miradi Halitjahë. Miradi? Po. Apo na thu di fjallë? Po. Unë vishë në lutë, ju falenderoj shikënjarë. Ma shumë për juve s'kishna dash vish një jetë kësajna një bëndi shka që mos me jarë dhera vlagës sopës që pja baj terapi që 23 vjetë. Që 23 vjetë kësaj terapi që jam pja bën. Farë terapi e bën? Shkon për çdo muj, shkon të një farë doktoresha, Vjosa Kutore Mollici. Ajo ma ka morë ndorë, edhe ajo folë sajna, ajo ma ka zhvillu pak sa do pak, se u konë, që ka që? Një i 3 vjeqë o kanë si 6 mujsh. Edhe e ndaj përdor, po tash që 3 mujna për Suarekë, së një këmë gjithë, no tash ju pas kontrola, po doktoresha këtoj, nuk është, unë po shem ka shku, më ka thonë sot një javë me prunë, po tash i do të me lanë tej sot një javë, se shka për kjo, unë do problemi që së më pje, më bajnë në zhjidhe në kësaj. E qëto po do të një nej ka. Vetë jam e së më terapional, që një javë, 2 jam në për mjekë në për terapional, në ka ratë pikë në për zdrenë, s'kom ditë vetë në gjustë rrugës, me shpi me kry mirë në atë këj trupit, pi tensionit njërët. Qështa? Jeta jone që kjo është. Florim në kënarë me të po shpijem.
Zoti ju shpërblet. Po bojmë me shpitrej. Faleminderit shumë. Zoti ju rujtë e vëllet. Allah ju shpërblet qefe. E mërë Zot. Shumë faleminderit për juve, për gjithësi. Ma shumë të shka për gjithësaj, në bajzët që i timë. Zoti Jalil, shumë faleminderit. Zoti Zonat Ministër. Allah shpërblet e ju provët që shumë ma mirë një jetë ju jenë. Amen. Zoti shpërbleft ata që po japin kontribut. Gjithët stafit që Faleminderit ju shumë, që të. shumë. Berati po thot, duhet shtëpia një dhomë më shumë, se sa shtëpi që i ndërtojmë standarde neve. Paka shumë të i ke pa shtëpijat e tona që shi ndërtojmë. Po, Zoti. Qaj Berati po thot, plus një dhomë shtesë keni. Për vajzën. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Vajza ka me pas një dhomë dhe vetën, shtesë. E juve për hajnë. Që kanë nevojë në dokumentat e Shumë Për faleminderit. hajnë. Herë paq faleminderit. Baca Florim, shtëpia re, vizita por ndryshe, me lot, me mërzia. Shumë e vërtet. Tash, Qysh ma mirë, i falenderoj gjithë ata që ka kontribu, personalisht, veçanalisht, Halil Kasadit, shotatës, Jetiman Balkonit, këtë sens për t'i qka mirë thonë. Zoti i shpërblet ata që kanë kontribu, kush u konë iniciator, kush ka vonë, po njerën e pas vonë, mjafton për nimen ata që kanë vonë. Po sot jam qysh ma mirë. Se edhe me thonë do të gëzimi janë shumë për mu, është edhe s'po di, po Zoti shpërblet gjithë ata, veçanërisht Halil Kasadin dhe shoqatën Jetimet e Balkonit. Shumë kam e pas ma letë, mbollë që vlog nuk kam, besoj edhe smuja tjera s'kam e pas, tuk që dalish në ambient të pasër, besoj që kjo duhet me konë ajo kryesori. Faleminderit një herë për Halilit, Allah e shpërblet ata edhe gjithë stafin e tina. Edhe ata që kanë kontribu për neve, Allah ju bën tanat mirat, një jetë e shëndet të gjithë. Ma mirë mos kam ku shkoj. Ju kish na falënderu jashtë mose, sigur na tona ne që kena pjetë në shtëpia me vlog, me erë, e këtu jashtë mose është mirë shtëpia. Faleminderit juve e për Halilit tepër. Falenderojmë nga Zoti, inshallah ati familjes edhe gjithë stafit që na keni kontribu në këtë shtëpi. Zoti i shpërblet me çdo të mira, kush kanë kontribu një herë në pas vonë, Allah ja shpërblet mas musha, unë më ja shpërblim në herë, Zoti ja shpërblet. Kam qenë ushtarë në Orësë, ato sonë heki, shumë krenarja, po Zoti ma pruni, halo ma mirë, veshti halo ma krenar, kështu që pas familjes shumë, inshallah Zoti ju shpërblet gjithë. zënë shtëpia na pilona me pamet e shtëpisë tre, bamirë Zoti ju shpërblet.